Nuk do e privojmë nga pyetjet, le të bëjmë dhe tjera, s'ka problem. Tani, unë e thash edhe në fjalën time që korrupsioni është një fenomen, një plagë që i prek të gjithë institucionet. Duhet ta filloj nga prokuroria. Fatkeqësisht na është dashur që të vëmë para përgjegjësisë penale kolegët tanë, prokurorë. Madje edhe që mund të kemi patur dhe marrëdhënie shoqërore me ta. Po kjo është detyra jonë dhe këtë kemi bërë, kemi zbatuar detyrën. Gjyqtar. Dhe për të ardhur tek policia, patjetër, në kaq vite, në 6 vite s'pak besoj numri i policëve të hetuar për korrupsion apo dhe për vepra tjera penale është mbi 70. Mbi 70. Po, dhe fatkeqësisht në hetimet tona kemi vënë re që kemi patur funksionarë të lartë policie, të cilët madje edhe janë deklaruar fajtorë së fundi si pjesëtarë të organizatave kriminale apo të grupeve struktura kriminale. Janë marrë të pandehur si antarë të grupeve struktura kriminale apo organizatave kriminale. Por, thash, nuk janë vetë policia, e fillova nga prokuroria, edhe gjyqtarë, madje, ne kemi një çështje ku një gjyqtar është atribuar dhe vepra penale e pjesëmarrjes në organizat kriminale. Por policia e shtetit, patjetër, pavarësisht kësaj pjese e cila na ka rezultuar e implikuar në vepra penale, policia e shtetit në masën absolute, patjetër, janë djemë dhe vajza, të cilët janë të përkushtuar në punën e tyre dhe meritojnë vetëm respekt. Dhe institucioni ynë ka bashkëpunuar dhe vazhdon të bashkëpunojë përdit me policinë e shtetit në hetimin e çështjeve të ndryshme që ne trajtojmë.